Po, ka një ndryshim, pranoj edhe unë, Po. në qëndrimin e Sali Berishës, se duke tani po ngrot duart nga flakët që po i dalin rehinës së qeverisë. Është e qartë tashmë. Po pyetja është, kjo flak që është ndezur te godina e Edi Ramës, se kanë fjalur fishek zjarret, as molotovët. Flakët. Kapim kaq humor tani? Ja ka vënë spaku. Ja ka vënë spaku zotri. Është merit 100% dhe ekskluzive e spakut. E gjitha, nga edhe fillimi deri opozita ka meritat e veta, se disa denoncime që i ka bërë. Të shikush është problemi. I ka marrë parasysh spaku. Kjo gjë është e çuditshme, është merit thotë zoti Ali Beja, ndërkohë që ka qenë shtetar. Jo, më jo është detyrë, o zoti Ali Beja. Se ke qenë ministri i drejtësisë, nuk mund të thuash institucioni që bën punën e vet, ka merita. Jo, më jo. Institucioni ka dy rrugë për të bërë, ose bën detyrën, ose refuzon ta bëjë detyrën. Edhe gjykohet dhe për parë dhe për dytë. Po merita ç'është kjo? Sistem drejtësie, ne. Këtu kanë rënë rrugët, kanë rënë. Këtu po bie qielli dhe ti thua bravo qoftë që po shohin atë që shohin gjithë. Po çfarë merita ka kasta politike aktuale? Duopoli politik. Me logjikën e meritës unë them që ka qenë presioni i opozitës që e ka vënë spakun në detyrë. Po s'po e them këtë. Se po bën detyrën. Po le të bëj detyrën mos e prandaj marrin milionat mo. Po ne do të themi këtu, nuk do të themi që bravo qoftë. Do të themi që bravo po bëj detyrën. Ajo që po them unë është parazitizmi i opozitës. Mos e monopolizoni debatin. Sepse tashmë me që ka shkuar te oborri i Ramës. Parazitizmi. Parazitizmi është kur opozita nuk bën denoncim o zotri. Opozita e ka denoncuar Belinda Ballukun, e ka denoncuar Edi Ramën, e ka denoncuar Ergyll Sagasin, e ka denoncuar Suel Çelën me pojat e me tropinet e dynjar. Çfarë do të bëjë opozita? Shkoj t'i arrestoj opozita. Çfarë duhet bëj? Jo vetëm atë se kemi bërë diskutimi tjetër. Si mund të thuash ti që bën detyrën? Bravo i qoftë dhe këtij që bën detyrën. Parazitizëm. Mbas dite pasandaj e godet Troplinin, Irena Gjokën po të duash ti. Erion Çelën, është në etikë i LD-ja, me qenë fjala se kujtohet ai debati i herës tjetër që bëm. Kthehemi edhe tek ai debati. Ishte ke i LD-ja sot. Me që mbake mend. Po unë mbaj mend gjitha. Unë mbaj mend deri në 2005-ën e kthehemi të drejtën. Sepse për ju, për Sali Berishën. Jo që i kam të freskëta në memorie. Sistemi funksionon vetëm kur nuk prek atë. Mbaj mend kush ka qenë 2005-ën çfarë dhe çfarë ka bërë derisa ka ardhur sot. Sistemi duhet çfarë ka thënë atëherë dhe çfarë thotë tani. Sistemi duhet funksionojë edhe kur prek Sali Berishën. Ky është burri i shtetit. Patjetër më. Pastaj Zvarranik, si puna e këtij, që pretendon tash në të godasë Ramën, dhe nëpërmjet goditjes së Ramës, ky mendon se ndoshta shqiptarët pasaj do ta sjellin këtë në karrige, ta harroj, se nuk mund ta shes me shqiptarëve këtë. Lita, duke fol bukur pastaj. Edhe Ramos do kishte thënë më mirë se kaq. Jo, ta them prapë. Jo, po them. Edhe Ramos do kishte thënë më mirë se kaq. Po. Nëse do duhet ikin të dy. Sepse sistemi ka jo vetëm një emër, sistemi është ngritur me dy emra. Nuk mendoj që këtë vendos qytetar shqiptar me votë. Po, ata do me votë lirë ama. Pra, nëse ka votë lirë, dhe ata zgjedhin prapë Edi Ramën, unë nuk kam asgjë kundër kësaj. Por nuk mund të them që shoh se si zgjidhet Sara Mile, Arkend Balla, se si dreqi me birin futet për votuar person. Dhe them që kjo është votë demokratike, këtë nuk e them. Dhe them që edhe ka edhe fajin Sali Berisha pastaj. Jo, këtë se them me të drejtën. Unë s'kam guxim ta them. Po e thua se ke interesat tua, ke mlefet e tua më saktë. Po kem lefe, ti ke interesat e tua, nëse është interesat e mia. Ti ke interesa. Po çfarë interesa kam? Se këtu dole tani te syri. Po çfarë interesa kam? Dole ke syri tani. Po çfarë interesa kam? Dakor, nëse ke syri ka ardhur edhe ti. Kur e mendoj si syri ka ardhur edhe ti ke syri dhe ke bërë shumë që ka ardhur. Tani pyetja është, syri ka ndryshuar në gjë nga ai qendrimi që ka pas gjithmonë? Sigurisht që ka ndryshuar. Ti ke ndryshuar, syri është aty prapë në opozitë. Ju vazhdoni aty. Dakor. Ju pretendoni që me goditjen e spakut do vi një ditë e bukur që të vini ju në pushtet. Kush më? Lidi është gazetar. Jo, jo, dhe po doja. Sali Berisha për Sali Berisha. Berisha e ka artikuluar këtë kohë të fundit shumë qartë që mos mendoni që do na sjellin në pushtet drejtësia. Ja, po se ka dëgjuar Engelidi. Do një koment. Se ka dëgjuar Engelidi këtë. Jo, e ka thënë po, se më kujton tani. Edhe dorezat e boksit i mungojnë, edhe pastaj ringun e keni gati. Jo, më ka nevojë edhe për atë punë. Jam i bindur për atë punë. Nëse ky vend do shpëtuar dhe duhet shpëtuar nga e keqja e madhe që sot ka emrin Edi Rama Sali Berisha. Është sistemi, nuk është vetëm njëri. E mbaj sistemin të dy në këmbë. Dhe ajo se çfarë thot Sali Berisha, e kam ndjekur edhe këtë herë. Po, kështu thot. Po, kështu ka thënë. Mos kujtoni se do të na sjell në fakt në pushtet ose nuk do e rrëzoj Edi Ramën spaku. Jo, më jo. Edi Ramën sot nëse ka një mjet, një instrument që e godet dhe e godet është vetëm spaku.
se po që me pazaret e Sali Berishës, me flishtet që bën natën, Zbie asnjëherë nga pushteti, thuat. E ka ymrin deri në fund jetës.